Flasim për një arrestim dhe një konfiskim të 120 kg narkotik të llojit kanabis nga ana e doganës së Kosovës, e cila është bërë bashkëpunim edhe me prokurorinë, ku tashmë ka një person të arrestuar. Për mënyrën se si u zbulua gjithë kjo sasi e drogës dhe cilat janë detajet e tjera lidhur me këtë aksion të doganës, e kemi në një lidhje direkte zëdhënësin e doganës së Kosovës, Adratik Saveleqin. Atëherë, Adratik, përshëndetje dhe faleminderit që je në këtë linjë direkte sot me ne. Mirë mbrëma, faleminderit që mas parim na ftut në studio, faleminderit. Faleminderit. Adratik, si u zbulua droga në këtë autobus, a ishte ndalje rastësishme apo dogana kishte informatat paraprake për dyshimet lidhur me bartjen e kësaj sasie të drogës? Po, fillimisht, duhet ju them që një anti kontrabandës doganës sot në orët e hershkut mëngjesit e ka ndaluar një autobus në autostradë, realisht një kontroll rutinor e ka qenë, edhe për momentin kur është kontrolluar e autobus, ne kemi hasur indikacionet e para në bazë të informatave tona, kemi hasur në indikacionet e para që ai autobus mund të ketë marrë atë kontrabanduara. Por gjatë kontrollit ne kemi hasur në 120 kg të substancave narkotike të llojit kanabis, të cilat normalisht janë konfiskuar dhe është arrestuar personi i cili ka qenë duke drejtuar automjet. Po, dhe ky rast a tregon që ka shumë raste të tilla apo dyshimet e doganës ka shumë raste të tilla të transportimit të drogës përmes Shqipërisë në Kosovë dhe atje destinacioni kësaj droge, apo tani janë hetime që do ta zbulojnë në vazhdimsi? Po normalisht janë hetime që do ta zbulojnë se ku ka qenë destinimi ose ku ka qenë destinimi final i këtyre produkteve apo këtyre substancave narkotike, por më duhet t'ju them që dogana është një institucion mjaft vigjilent, i cili parandalon të gjitha këto raste. Mund t'ju them që edhe në fillim të tetorit, në fund të tetorit, në fillim të nëntorit, ne kemi pasur një zbulim edhe më të madh, i ka qenë prej 250 kg të substancave narkotike. Normalisht që ne i targetojmë dhe i shënjestrojmë të gjitha këto raste. Por, gjithsesi mos të harrojmë që gjithmonë që dogana është shumë mirënjohëse për gjithë aktorët ndërkombëtar, qoftë qeverinë e SBA-ve, cila na ka mundsuar pajisjen me skener, qoftë programet e Unionit Evropian apo Bashkimit Evropian, cilët na kanë përkrahur me pajisje dhe me trajnime, cilët mundsojnë që ne të zbulojmë sa më shumë kësi raste. Po, dhe për çfarë pajisje ose cilat ishin pajisjet që e lehtësuan identifikimin e kësaj sasie të drogës dhe mënyra se si u zbulua? Mund të ndash pak detajet me ne? Po, mund t'ju daj detaji kryesor i cili na ka mundsuar identifikimin sa më të shpejt të kësaj ka qenë një skener i hapur donacion i dhuruar së fundmi nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, si dhe çat nuhat që i kemi nga Unioni Evropian, respektivisht përmes GIZ-it. Po, dhe lidhur me këtë rast ka një person të arrestuar, dyshoni që prapa kësaj mund qëndrojë ndonjë lloj rrjeti trafikimit të drogës apo është ende herët flitet për këtë çështje? Faktikisht edhe ju e thatë shumë mirë, shumë herët flitet për këtë çështje, po gjithsesi në rastin e normalisht gjithmonë kur hasim në këtë rastin e dorëzojmë rastin tek policia e Kosovës pasi të përmbyllim procedurat tona fillestare, edhe këtë rast e kemi dorëzuar tek policia kufitare, tek policia e Kosovës, respektivisht tek njësitë antidrogë, cilët tani e tutje janë duke vazhduar procedurat e mëtejme, cilët tani e tutje vazhdojnë të shohin se cilat janë ndërlidhet lidhur me këtë rast. Po, dhe Adratik, krejt në fund apritës shonë kontrollet e lëndëve narkotike në transportet rrugore si autobuset pas këtij rasti dhe rasti që e përmende më herët, a mund të kemi kontrollet të shtuara në transportet dhe në rrugë? Po normalisht dogana vepron në të gjithë territorin e Kosovës dhe veprojmë në aspekt të menaxhimit të riskut dhe në aspektin tjetër i cili është duke u bazuar në informata të ndryshme të cilat ne i mbledhim përmes rrugëve operative. Dhe edhe si këtë radhë ne do të besojmë që nuk do të dëshirojmë, por besojmë që mund të kapim edhe raste të tjera dhe të parandalojmë këtë kuri. Atëherë Adratik, falenderoj shumë për gjitha këto informata që i ndave sot me ne. Faleminderit juve. Faleminderit shumë, ka qenë Adratik Saveleqi, me cilën